fundit është instinkti apo është mendja në punë? Ti na tregove një rast me penallti, po si e ndan portierit i cili krah do hidhet? Po shiko, varet nga portieri. Me lehtësim, për shembull, unë të tregoj një sekretim, çfarë kam pasur, në momentin që u bën dot e penalltia, unë gjithmonë dilja jashtë portës, edhe qëndroja. Edhe shikoja sulmuesin ku merrte topin. Në momentin sulmuesi ka një vend topin në kepika penalltis dhe ngre kokën. Domethënë unë shumë funksionoja vet. Në momentin që ngrete kokën, shive ku i të syt për herë të parë. Shikimi i parë, qofse ai mund ta kishte edhe komplet blof shikimin, po unë ashtu e ndaja. Gjë që më ka rezultua pozitive. Unë u kam pas marrë pak të për penalti dhe gjatë që kam pas për shembull një kampionat mund të kem pas 4-5 penalti, për shembull 2-3 kam pas sigurta që i prisja. Domethënë kjo ka qenë si veproja unë domethënë. Po ka portier që shkojnë me instinkt, ka portier pastaj që e ndajnë që fillim. Në moment që i jepte penaltia, thotë shiko do ikë djathtë dhe shkon djathtë. Se me që jemi te penaltit, shpesh një part të portierit që i afron sulmuesve, i flasin, i provokojnë. Çfarë thua ty? Si provokon portieri? Po shiko, ku ti nga mundi si nga mundi. Edhe më parë ne them si ke provokosh atë kështu çurat me llafe? Provokoja, patjetër. Çfarë thoshte? Për shembull e para ka qenë lëvizja e topit që e vendoste topin në lëvizje. Edhe domethënë ka shumë presione që varet çfarë vjen në atë moment, po një nga presionet është je i vogël për ta bërë, shikoj unë jam më i madh se ty. A kupton kjo porta duket sikur ti shkrep se ke kujdes. Unë po ikim majtas, u po ikë. Psikologjike, psikologjike, për shembull ndikonte shumë, unë për shembull qëndroj edhe mbi 10 sekonda para topit për shembull. I rria para topit 10 sekonda, ulja getat, ngreja, rrugulloja. Tip Martinez. Kam qenë edhe pak, për shembull, po të tregoj një nga mesazhet, një nga miqtë e mi Lika që luan tani tek Ileria, më thot për portierin që stërvis tani, thot mu, a e dina i thoshte që ti e mbyll që e filloi edhe e mbyllë 90 minuta vetëm. Kam qenë për shembull, unë për të hëngur minutat e kohën, në ndeshje kam pas në dhuntin time për shembull. E bën 1-0 ai futbolli shqiptar shumë dhe e mbaja për shembull zgjidhja kputucët 4 herë, Doreza 5 herë, pusja doktorin shpesh herë, e kam pasur të fshara që ke marrë këto momente. Dark art. Për shame nuk mungoni domethënë, nga më i vogël te kemi madhi. Të pësosh një gol të bukur apo të pësosh nga një gaf? Gafa të ndihmon të rritesh, patjetër. Edhe goli i bukur pastaj të heq atë peshën e përgjegjësisë që diskutuam pak më parë. Çfarë ti boja alla? Çunave para. Po s'kam çaj. Çfarë ti boja? Portier modern apo portier klasik? Portier modern shohim ta që ka filluar luajnë me këmbë, dalin para, kalojnë zonën. Po unë do isha i mix më mirë, në fakt, mes klasikut dhe modernit, se edhe portier ka shumë modern që fillon tani dali dhe në korner të godasit bëj gol me kokë, nuk do doja, me thënë drejtën, sepse janë bërë gjithë tash që dalin çdo gjë. Manuel Neuer e hapi. Në fakt, këtë lojë nuk e hapi Neueri, po e hapi Guardiola, mendoj unë, sepse ai ja jepte me detyrim të mbante gjithë përgjegjësinë për vete. Neueri kishte kualitetin që ja zhvillonte këtë lloj futbolli që donte Guardiola, se mos harrojmë Guardiola mori dhe ke Barcelona mos gaboj me City. Bravo, nuk e di tani një portier që mori. Po, edhe ke City, po, bravo, mori që sepse kishte zhvillimin e lojës mirë me këmbë dhe nuk ja, po zhvillonte lojën me këmbë po tek porta që donte. Kështu që kjo gjë, unë mendoj një mes me art do ishte shumë i lojë modern për këmbët, mendoj unë, dhe klasik në portë. Portier më i mirë aktualisht në botë. Shiko, unë jam me thënë drejtë, më pëlqen Donnarumma jashtëzakonisht. Para Courtois. Courtois duke qenë se në sezon mungon shpesh. Nuk kanë atë vazhdimsinë, nuk mendoj se ka këtë vazhdimsi që ka Donnarumma që është shumë ka jetë gjatësi në portë, nuk para del shumë nga porta. Courtois brenda vitit mund të mungoj mbi 8-9 ndeshje dhe kjo gjëja unë siç e shikoj dhe lexoj, mendoj që për momentin Donnarumma është një nga ato portierët që po bën shumë mirë edhe kudo që ka shkuar ka bërë mirë, kështu që mendoj Donnarumma për mendimin tim është nga portierët më të mirë në botë. Me që ti stërvit edhe portierët e moshave tani, cila është këshilla më mirë që jep një portieri që është sa ka nisur karriera e tij? Shiko, këshilla më e mirë që me që përfitoj edhe nga rasti të jap dhe ta jap dhe këtu dhe edhe pastaj do t'ja çoj dhe ta shikojnë dhe ato vet. Unë mendoj që këshilla më e mirë për fëmijët është që mos të marrin asgjë me presion. Mos përjetojnë çdo gabim dhe çdo lojë ta kalojnë në stresin e tyre, po ta kenë një mësim për të rritur. Një mësim, domethënë çdo ndeshje do jetë gabim edhe përmirësim për to, edhe kur të vi mosha ideale që ato të bëjnë atë hapin e madh dhe të kuptojnë që futbolli tashti është barr për këto, edhe vështirësi për këto, atëherë i bëjnë këto gjëra. Pa aman, këshilla më e mirë është vetëm të stërviten çdo ditë, edhe të marrin më të mirën e tyre çdo ditë deri në moshën që të vinë në moshën e pjekurisë dhe të kuptojnë që tani po realisht jam të shkuar në portë dhe aty pastaj të fillojnë etapat e tyre të
të portës. Një gjë që tifozët nuk e kuptojnë për portierët. Shikoj shpesh në disa dalje, për shembull që thënë pse se ka, po jo pse e grushtove, domethënë Mbaj më, bip del për çdo korne. Pse del portieri korne është me dorë Dhe po tani do të çmendur fare. Vazhdo tani. Ja, është vërtet. Domethënë janë disa gjëra që nuk mund t'i lexosh dot nga lart. Nuk mund të thuash portier pse nuk dole, pse shiko, kishte një portier që stërviçe që trupi i madh i gjatë dhe i thoshën trajnerët e ekipit vet do dalë si e gjatë. Thash, po jo më se nuk ecë kështu, se ai mund të thotë diket din 16 që ke 26 si mund të dalësh. Ti dalësh me logjik. Okej, ti mund ta ndihmosh më shumë ekipin në disa zona, por nuk mund dali portieri kuturuçi, pse je i gjatë dhe o burra dil. Jo, nuk funksionon kështu. Duhet lexosh situatën, lexosh hapat, duhet dish ku është topi, trajektoria e topit. Këto janë këto gjë. Një ndër gjë që s'më është kjo pjesa që jo pse e grushtoi, jo pse se kapi, jo pse doli, jo pse nuk doli, sepse në moment është ti do të dish vetë një portier i mirë bën ku ti lexon situatat. Cila është padrejtësia më e madhe që bëhet i portierit? Po, mendoj kur i jepet ngarkesë shumë e madhe, ajo që folëm pak më parë, përgjegjësia shumë e madhe. Unë mendoj, e them dhe shpesh aty që duhet të ishte ky termi që e thuhet shpesh në për Shqipëri të paktën se nuk e di më, që u mundëm nga portieri. Kjo terma u mundëm nga portieri për mendimin tim duhet të ikë sepse portieri nuk është tenist ose pingpongist, edhe është vetëm tek pullat dhe për luan. Është pjesë e skuadrës, edhe kjo paktën në Shqipëri kjo termi e kam ndëgjuar shpesh, që u mundëm për portieri që dojë, domethënë kjo është besoj unë që ky termi i u mundur nga portieri duhet të ishte patjetër nga fjalori i paktën i njerëzve që janë afër sportit, sepse tifozët nuk mund të tifozi ka mendimin e vet, opinionin e vet, po paktën njerëzit që janë afër sportit dhe zhvillojnë sportin duhet ta largojnë patjetër këtë gjë. Arbitri fshëllën 3 herë Flor për t'i ardhur fundi takimit të sotëm me ne ishte Kadri Birja, ish portier, tashmë është trajner portierësh, por është edhe po ja pak infon e gjatë, është dhe tifozi Milanit. Tani ta ngacmoni për Championsin ç'ti bëjmë. Merren me tifozët e Milanit për Championsin kampionatin e humbën. Çfarë themi tifozët e Milanit? Shiko, tani neve ecim me kohën, domethënë. Ju ecim me kismet. Mendoj që ta themi kështu shpesh shabllon fare, kam pasi president në ku kam qenë te ekipi Shkumbini dhe thoshte tafti bafti. Po na ra tafti mi, po na ra bafti mi. Duke qenë se jam me tifozi Milanit, ne këtë vit i nisëm tafti bafti, çat na bite domethënë, është. Po tani për momentin patjetër që nuk ishëm në një vështirësi shumë të madhe, patjetër tani po sepse nuk, siç e tham dhe pak pjesën e shkallës, nuk shkosh dot direkt atje. Por momenti po bëhet i mirë. Shpresoj shumë që të paktën të shkojmë në grupet e Champions League-s dhe pastaj në vitin tjetër shikojmë se çfarë do bëjmë, se s'mund të shkosh dot direkt nga janë superfuqi Manchester City, Parisi, Interi, Bayerni, edhe shkojnë po që dojnë superfuqi Interi tha. Po patjetër në Champions League paktën 2-3 vite fund shkoi vetëm në finale, si nuk është super do të qenë realist. Kadri shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Flor, po tani si portier mbyllim gjëra gati për Calceto jemi. Gati për Calceto. Portier gjeni vetë ku do merrni. Çuna goca, miru pafshim. Ándale.